Në vim të informacionit paraprak të dhënë dje për aksidentin në një objekt në ndërtim në Kunë Shëngjin, me pasojë vdekjen e shtetasit AZ, bëhet me dije se specialist për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lezhë kryen veprimet për rastin, referometal në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin ST, 52 vjeç banues në Lezhë për veprat penale, shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë dhe punësimi i paligjshëm. Ky shtetas ishte drejtues teknik në firmën që po krynte punimet për ndërtimin e pallatit, ku gjatë punës dyshohet se aksidentalisht humbi jetën punëtori i shtetasi AZ, 36 vjeç, banues në fshatin Plan Lezhë. Specialist për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Kurbin ndaluan shtetasin SHR, 41 vjeç banues në Mamuras, i cili ishte i shpallur në kërkim për veprë penale dhunën familje. Pas konsultimit me prokurorin, ky shtetas do të procedohet në gjendje të lirë. Ndërkohë, rreth orës 5 në afërsitë e kryqëzimit të Gjadrit, automjeti me drejtues shtetasin FZ dyshohet se ka aksidentuar shtetasin NN, rreth 46 vjeç, këmbësor, 46 vjeçar, transportuar në spitalin e traumës për ndihmë mjekësore. Ndërkohë, drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariat për veprimet e mëtejshme procedurale.